Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jen sjell tek ju. Erdhi pranvera dhe Bora shkriu kudo në rrugë. Shikoni, nuk mbeti më borë. Në rrugë që ka krijuar një grop dhe që ka shumë e thellë. Kjo nuk është gjë e mirë. Përshëndetje, Skup. Shikoje rrugën me kujdes. Me kujdes! Me kujdes! Skupi, dhe të paralajmërova. Tani rrota jote ka ngecur dhe nuk del dot. Leo, Skupi nuk del dot nga gropa. Të lutem, a e ndihmon pak? Shtyje! Forca, Leo! Të lumt, Leo! Faleminderit! Skup, mund të ikësh tani. Leo, na duhet të ndërtojmë një automjet që riparon rrugët. Na duhet të heqim asfaltin e vjetër dhe më pas ta shtrojmë me asfalt të ri. A e dini se çfarë automjeti do ndërtoj Leoja sot? Quhet prishës asfalti. Ai e prish dhe e heq asfaltin e vjetër. Para se të fillojmë punën, duhet të vendosim një kon rrugor për të paralajmëruar makinat e tjera për punimet që po kryhen në rrugë. Tani, le të bashkojmë pjesët e automjetit. Shasia blu. Motor i fuqishëm në ngjyrë të verdhë dhe portokall. Rrotat. Binarët e zinxhirit që e bëjnë më të lehtë ecjen në një rrugë të keqe. Kabina. Ndenjësja e drejtuesit. Mulliri në formë tamburi i cili prish asfaltin e vjetër. Dritat e përparme. Dhe nga pas, ne duhet të lidhim një rrip transportieri në këtë vrimën katrore. Prej saj do të derdhet asfalti. Tani, a ta shohim, Leo? Ne nuk mund ta lidhim këtë tub në vrimën katrore. Madje as këtë tub nuk mund ta lidhim. Ky është lloji tubit që na nevojitet ne. Merre me vete, Leo.
U krye. Makina jon është gati. Tani jemi gati që të fillojmë nga puna. Së pari heqim asfaltin e vjetër. Shkëlqyeshëm. Pjesët e asfaltit të vjetër bien drejtë në karrocerinë e Leos. Tani është gati. Shikoni, Skupi solli asfalt të grimcuar. Skup, hidh ca këtu. Edhe këtu. Këtu hidh pak më shumë. Të lumt, Skupi. Dhe tani asfaltin do ta shtrojë ruli. Rrotulla e rulit e rrafshon asfaltin e grimcuar. Riparimi më në fund ka përfunduar. Makinat mund të lëvizin përsëri në rrugë lehtësisht. Ju lumt që të gjithëve. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. O, shikoni! Në sheshin e lojrave është ndërtuar diçka e re. Këto janë makina garash me jastek ajri. Robot, do t'i ngjisni ato? Shumë mirë që zut vendet. Oh, po këtu ka vetëm 2 makina. Dhe roboti i kuq ka mbetur pa makinë. Ai është shumë i mërzitur. Mos u mërzit roboti kuq. Sepse Leo do të ndihmoj. Tani, le të kuptojmë se çfarë makine do të ndërtojmë sot. Leo, shkarkoj pjesët. Kjo është një platformë me jastek të butë ajri. Montojmë 3 rrota në të. Mbi bazën vendosim trupin e kuq. Tani ndënjsen ku ulet drejtuesi. Ja dhe timoni. Robot, a të pëlqen makina? Tani vendosim dritat e përparme. Dhe 2 drita në pjesën e pasme. Më në fund edhe roboti i kuq është gati për garë. Oh, po çfarë po ndodh? Pse nuk po ecën makina e kuqe? Leo, vështro me kujdes diçka të lutem. Ne kemi nevojë për një shirit të verdh me një tel kontakti elektrik brenda. Teli e përçon energjinë elektrike në motorin e makinës.
A mund ta gjejmë dot? Ajo që kërkojmë nuk është pranë rrëshqitses. Leo, shiko pak, mos është këtu? Jo, nuk është. Robot. Shiko përpara. Ja ku është. Më në fund e gjetëm. Tani duhet të bashkojmë shiritin e verdhë me makinën. U krye. Ne e lidhëm makinën me energjinë elektrike. Tani roboti mund të garojë bashkë me shokët. Robotët po argëtohen shumë. Të lumt, Leo. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jen sjell tek ju. Kjo është një valixhe. Roboti po fut gjërat e tij në të. Ai dhe miqtë e tij duan të shkojnë në një udhëtim. Shkëlqyeshëm, gjithçka po shkon shumë mirë. Erdhi dhe treni me të cilin do të udhëtojnë robotët. Shpejtoni, treni do të niset së shpejti. Oh, treni po largohet. Ju bët shumë vonë. Robotët janë shumë të mërzitur. Çfarë duhet të bëjnë tani ata? Ç'kemi, Leo? A mund t'i ndihmosh robotët? Ata humbën trenin, por duan se s'bën të shkojnë në një udhëtim. A mund t'i ndihmosh ti, Leo? Ah, sa mirë! Po çfarë pas ka ngarkuar Leo në karroceri? Një kornizë blu. Rrotat. Mbulesa e rrotave. Dy divan? Edhe një tavolin? Ua! Dhe tani Leo po monton kabinën. Me dritaret, dhe një çati. Ky është një rulot. Dhe tani mbetet të vendosim vetëm derën dhe mbrojtësen nga dielli. Gati! Leo, ruloti nuk mund të ecë vetë. Atij duhet një makinë për ta tërhequr. Le të shkojmë ta zgjedhim së bashku. Ndërsa robotët ulen brenda dhe përgatiten për udhëtimin e tyre. Oh, kujdes robot.
Kamioni Leo erdhi tek vendqëndrimi I makinave. Pyes veten se çfarë lloj makine do të zgjedh ai. Më mirë le ta shohim. Makinë pastrimi, një betoniere, një zjarr fikse, apo një pick-up. Oh, harova kamionin e plerave. Leo, cila nga këto makina mund të tërheqë një rulot? Pick-upi? Le ta provojmë. U lidh, kjo ishte ajo që duhej. Të lumt, Leo. Mirupafshim. Robotët po largohen të lumtur. Do shihemi së shpejti.